Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti ka qenë fillimisht i kthiellut, ndërsa duke filluar prej orëve të mesditës deri në ato të pasdites, vonë kemi patur shtim vrenësirash mesatare, herë zeri të dendura. Nga orët e mesditës deri në ato të pasdites, vrenësirat e dendura u shoqëruan nga reshi shiu të herpashershme me intensitet të ulët dhe me shtrëngata afatshkurtër, kryesisht në relievet kodrinore malore të territorit. Era ka flyer me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 7 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 17 deri 34 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 17 deri 36 gradë dhe në Bregdet nga 22 deri 34 gradë Celsius. Edhe për ditën e hënë, vendi ynë do të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike, moti parashikohet të jetë i kthiellët, ndërsa duke filluar prej orëve të mesditës deri në ato të pasdites vonë do të kemi shtim vrenësirash mesatare, herës deri të dendura. Nga orët e mesditës deri në ato të pasdites, vrenësirat e dendura do të shoqërohen dhe nga reshi shiu të herpashershme me intensitet të ulët, kryesisht në relievet kodrinore malore të territorit. Në relievet e larta malore të vendit në periudha afatshkurtër dhe në mënyrë të izoluar, reshjet do të jenë edhe në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Era do të vijojë të frymën drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 7 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 17 deri 35 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 18 deri 37 gradë dhe në Bregdet nga 23 deri 36 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e hënë parashikohet të ndikohet nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me tillime dhe vrenësira kalimtare në orët e mesditës dhe pasdite përgjatë maleve të cilat pritet të shoqërohen dhe me reshi shiu me intensitet kryesisht të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme si pasojë e depërtimit të anticiklonit të Azoreve dhe atij afrikan. Moti parashikohet kryesisht me kthiellime dhe me vrenësira kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites, të cilat do të shoqërohen nga reshi shiu me intensitet të ulët, por kryesisht në relievet malore të kontinentit. Tu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë ju takofshim.